kundër censurës, polirin e fjalës dhe të mendimit. Ju i ndigjuhet fjalët e tyre. Ju i ndigjuhet fjalët e tyre. Fjalë që buronin nga shpirti i tyre i lirë, që buronin nga zemrat e tyre rinore. Edi Rama sot mori Damkos ndëshkimin si një armik i egër përfundimtar. Sot u Damkos si një armik i egër, jo vetëm i TikTokut, por një armik i egër, i liris, armik i egër, i të rive, shqiptar, u Damkos përfundimisht si biri i Tjatit, i cili 37 vite më parë urdhronte varjen në litar të poetit Havzinela. Hajde këtu, bravo që ka ardhur, hajde shpejt këtu, mor, çfarë pyet, por ja më kërkoj, total gjyshi do të shoj TikTokun me datën 12 maj, do kesh TikTokun. Po, bravo. Ja nga tropoja unë, nga pejda. Bravo. Pra, Edi Rama sot mori ndëshkimin më të madh, më të merituar. Ja thanë të gjitha të rritë. Një pyetje, pse nuk hyt live sot në TikTok, se TikTok u ende punon? Urdhoni? Pse nuk hyt live sot në TikTok, se Jo, TikTok u unë ende punon? fjalën e kishin këta, jo. Sot ishte fjala e tyre, fjala e mrekullueshme. Unë kam qenë shumë herë, po kur ndonjëherë nuk kam dëgjuar fjalime kaq të bukura, sa është dëgjova sot fjalime me kaq kuptim të thellë, fjalime kaq me pasion, sa është dëgjova sot në këtë shesh. Ndaj dhe nuk ishte dita e tyre, ishte fjala e tyre, dhe unë u mrekullova nga fjalët që mbajten. Duke qenë se u mrekulluat nga fjalët e të rinjve, jeni penduar që nuk keni futur një numër më të lartë të tyre në listat e sigurta të kandidatëve për deputet? I ke numëruar. Jo, janë mbi kotat, janë qartësisht mbi kotat. Zoti Berisha, një pyetje tjetër, duke qenë se jemi për fjalën e lirë, a keni një koment për mbylljen e zërit të Amerikës pas kaq vitesh me një urdhër ekzekutiv? Tani, komenti im është ky. Në diktaturë ka qenë zëri vetëm Komenti im është ky. i lirisë. Gjatë mandatit parë të presidentit Donald Trump, pavarësisht se çfarë thot propaganda kundër tij, asnjë gazetar nuk është ndëshkuar. Jo, ta them unë ty, se unë e kam ndjek se atë e kam tregosur atë. Për mua është një tregus. Nuk është denua asnjë gazetar. Pra, dhe themi gjë tjetër e dyta, fjala më e bukur që ai ka mbajtur ka qenë fjala për censurën. Garancit që ai dha se nuk do ketë censurë në Shtetet Bashkuara. Në këtë kontekst, mbyllja e zërit Amerikës është çështje e një geopolitike globale. Pra, ata e konsiderojnë se shpenzimet kolosale që bëhen me këtë radio të kufizohen, të kenë, do të thënë, është, ose të shmangin një propagandë që ata e konsiderojnë administrata e aktuale dhe zonja Lejk mos gabohen e konsideron të tepër. Kështu që s'ka të bëjë me censurën, ajo është një ent publik, nesër mund vendoset të mbyllet televizioni shtetëror, po nëse televizionet private kanë të gjithë hapësirën, shqiptarët nuk pësojnë asnjë censurë. Zoti Berisha, dhe një pyetje, për hapjen e TikTok do keni... Në këtë aspekt mund të them se ajo ishte një akt anticensurë mbyllja e zërit Amerikës. Zoti Berisha, për hapjen e TikTok, do keni akt të dytë proteste apo do prisin 12 majin për të ardhur në qeveri dhe të hapni TikTok? Ja, do ketë konsultime, do ketë nga protesta e sotme shqiptarët ndigjuan thirrjen më fisnike, thirrjen do thosha më magjepse, do thosha më të fuqishme, më pasionante,
për fjalën e lirë, fjalë të tilla për fjalën e lirë janë të denja për të gjitha kohrat, për të shkuarën sotme dhe të ardhmen. Do zbrisin sërish shesh apo do prisim 12 majin për të hapur TikTokun? Gjithçka do vendosin të rit. Ishte protestë tyre. Ishte protestë tyre, siç e pati. Unë thash, isha një pjesëmarrës në këtë miting që për nga cilësia, Osman, për nga cilësia po të garantoj që ky miting krahasohet me mitingun e datës 11 dhjetor 1990, kur studentët liberator u kthyen nga pallati presidencial dhe erdhen fitimtar në sheshin e qytetit studentëve. Dhe aty ata mbajtën fjalë më mbreslanse që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Pra, tani të themi, në 35 vite, këto ishin fjalimet më mbreslanse për mua. Jo vetëm për mua, për gjithë shqiptarët. E fituan, studentët, këta të rinj e fituan betejën sot.